të japun sot 10.000 euro dhe pas shumë vitesh dua ti marrë mbrapsh. Tani, në rast se ti nuk i ke kthyer, sigurisht mua më lindet drejta në çdo kohë të bëj një padi që të kërkoj shumën e depozituar në bankë që ta kthesh. Unë nuk kam për shembull. Plus kësaj, ti mund të mos kesh, por unë veprimin juridik në gjykatë do ta kryej, pra të vërtetoj përpara gjykatës që unë këto para i dhash tek personi X dhe dua të mi kthej. Përveç 10.000 euro do kthesh edhe kamat vonesa të cilët ke vonuar të kthesh gjatë gjithë këtyre viteve. Mund të jenë 10 vjet, mund të jenë 30 vjet, 40 Çfarë qëllimi vjet. do të shkruajmë kur bëjmë një transakcion, pra? E vërteta tani është tani të ruajmë persona që të kuptojnë çfarë bëhet. Në rast se dikush ju dërgon në bankë, një shumë monetare, dhe nuk e arsyeton qartë, sigurisht je në vulnerabilitet për sa i përket pjesës së personit që ti do të kesh nesër një konflikt, sepse ai mund të pretendojë që këto para ti kam dhënë borxh.